desha të bëj një eksperiment për të parë se sa është raporti midis perimetrit të rrethit dhe diametrit të tij. Që normalisht është numri pi. Edhe thonë që pia është e barabartë me 3.14. Dhe ta shohim, është apo s'është e vërtet aq. Do marrim diametrin që kalon nga qendra, në 2 pika anësore. Vija do vi këtu, kjo fija. Kështu që unë do ta marr në pjesën e brendshme, këtu. Drejt qendrës. Dhe vjen këtu. Kjo pika këtu. Do bëj një shenjë. Ky është diametri. Perimetri i rrethit. Është kjo pika këtu. Atëherë shohim raportin e 2 pikave normalisht. Kjo është e pika ku ishte diametri. Dhe do masim 1 diametër. Këtu do bashkojnë, bëhen 2 diametra. Këtu bëhen 3 diametra. Dhe kjo del normalisht. Kemi dhe kaq. Këtu janë 3.14.